Bejruti për mua është e rëndësishme dhe është provokuese dhe ka shumë të tepër rëndësi, provokimi që ato bën duke sulmuar bazën Prince Sultan në Arabinë Saudite, sepse kjo mund të rrezikonte përfshirjen e Pakistanit, sepse Pakistani dhe Arabia Saudite kanë një marrëveshje strategjike për mbrojtjen reciproke, që është e barazvlefshme me artikullin 5 të NATO-s, që domethënë çdo agresion ndaj njërit për këtyre vendeve konsiderohet agresion ndaj të dyja vendeve, dhe kjo mund të çonte një operacion zinxhir. Pra shikoni që Irani po luan gurët e tij, qoftë për të ruajtur në fundit për të ruajtur sundimin e brendshëm. Nga ana tjetër kemi Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu është e rëndësishme edhe këtu të theksojmë një gjë shumë një dallim të rëndësishëm ndërmjet Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse shpeshherë po merret sikur ky është guri njëri, tjetri luan për tjetrin, jo, të dy ata luajnë për interesat e tyre. Izraeli për interesat e veta, që do të thotë ekzistencë. Izraeli e ka sfidë për ekzistencë.